Të nderuar dhe të nderuara, zonja dhe zotrinj, dashur vëllezër dhe motra të diasporës shqiptare, miq dhe të ftuar, është një privilegj i veçantë të jem sot këtu përpara jush si kryeministër i Shqipërisë, por dhe një kënaqësi e veçantë të vi këtu bashkë me ju si një zë mes shumë zërash që formojnë bashkësinë e një kombi shumë më të madh se sa kufit e tij. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfort dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kur, dhe kur fjala, si kur më parë, veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat sigur mbi shpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit të forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Mes dallgësh dhe të përpjetash të frikshme, shqiptarët ndërtuan jetë, familje, karriere profesionale dhe sipërmarrje të suksesshme në vende që nisën t'i njohin ata jo përmes stereotipeve, por përmes dobisë tyre, qëndrueshmërisë tyre, fisnikërisë tyre. Ndërkohë që Shqipëria mbetej një vrim e zezë në parafytyrimin e të tjerëve. Dhe përtej historive tuaja individuale të suksesit, ju bartët diçka edhe më të rëndësishme, fillin e padukshëm, që na lidh tërve me këtë tokë. Një fije që asnjë distancë nuk e kput dot, një fije e bërë nga gjuha që flitet në shtëpi, nga traditat që mbahen gjallë, nga kujtimet që kalohen nga baba e nëna tek vajza e djali. Ky fill nuk është nostalgji, është aseti ynë strategjik, forca e madhe përbashkuese që kombi ka dhe njëkohësisht sfida që Shqipëria dhe shqiptarët kanë sot për ta mbajtur, ruajtur, për cilët brez pas brezi, përballë rrezikeve të mëdha që i kanosen në një botë gjithnjë e më të ndërlidhur, gjuhën e tyre, në një botë ku vendet që kanë sukses janë ato që kuptojnë dhe veprojnë me vetdijen se njerëzit e tyre, kudo ku ndodhen, janë pjesë e një ekosistemi të vetëm, të njohurive dhe mundësive të rritjes, përmes gjuhës. Miqtë e mi, ky summit nuk është një mbledhje ceremoniale. Është një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta. Është padyshim dhe mishërim i bindjes sonë se diaspora shqiptare nuk është në periferi të jetës kombëtare të Shqipërisë, por në qendrën e saj. Shqipëria sot
nuk është më vendi që i kërkon diasporës kujtesë dhe indulgjencë monetare. Ky vend është një kantier i madh transformimesh që e fton diasporën në pjesëmarrje. Pjesëmarrje në investime, pjesëmarrje në inovacion dhe në jetën akademike, pjesëmarrje në ndërtimin e së ardhmes së Shqipërisë. Si në çdo kantier, edhe në kantierin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian ka pluhur, ka pislëk, ka zhurmë, nganjëherë shurdhuse. Por mjafton të kthejmë kokën pas. Në kohën kur ne filluam të mendonim për samitin e parë diasporës, për të marrë kurajo, forcë, frymëzim dhe për të vijuar punën kolosale që kemi nisur. Atëhere, ky ishte mbi të gjitha një moment të ritakimi në një vend plot shpresë të rilindur, por dhe plot plagë të hapura. Ishte një hap i parë për të thirrur fuqinë e diasporës dhe për të ndjerë më të fortë përballë përpjetës së thepisur që duhet të ngjisnim drejt majës ku sot jemi më afër se kur ndonjëherë. Ai ishte fillimi i një bisede të ndërprerë mes Shqipërisë dhe bijve të saj, përtej detit dhe përtej maleve. Sot jemi në fazën e ndërtimit të asaj që ka qenë boshti i bisedës sonë shekullore, rrugës së lidhjes përfundimtare me atë anë të botës ku dielli lind andej nga perëndon. Në samitin e parë, kërkesa juaj e parë ishte e drejta e votës nga jashtë atë beut. Po kështu dhe në dytin e po ashtu dhe në tretin. Ishte një kërkesë themelore për të qenë jo vetëm pjesë emocionale e këtij kombi, por dhe pjesë aktive e vendimarrjes së tij. Sot ju vini këtu pasi e keni ushtruar atë të drejtë në zgjedhjet e vitit të shkuar. Nga një drejtë e kërkuar në një drejtë e ushtruar. Nga një zë që kërkohej dëgjohej në një zë që tani më është pjesë e vendimarrjes popullore për udhëheqjen e këtij vendi. Atëherë, shumë prej jush ishin shqiptarë që shpesh duhet përballeshit me paragjykime për emrin e vendit tuaj. Sot ju jeni kryelart kudo dhe kurdo emri i vendit ton thirret në vëmendje. Sepse emri Shqipërisë ka kaluar një transformim të thellë. Nga një sinonim i një të keqe në sytë të tjerëve, Shqipëria është bërë sinonim i detit, i diellit, i natyrës dhe i njerëzve mikpritës. Nga një vend që përmendej në rastin më të mirë me dyshim dhe në rastin më të keq me përbuzje, Shqipëria sot është një vend që përmendet në rastin më të mirë me kuriozitet dhe në rastin edhe më të mirë me dëshirë. Nga një emër që shpesh duhej shpjeguar se ku binte në hartën e botës, sot Shqipëria është një emër që flet vetë në të gjitha gjuhët e botës. Sot Shqipëria është shumë më ndryshe nga atëherë, kur ne u mblodhëm në samitin e parë të diasporës. E nisëm rrugtimin ton me një prodhim të përgjithshëm kombëtar më pak se 10 miliard euro. Sot, prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar është 27 miliard euro dhe në fund të kësaj dekade ne synojmë ta çojmë në 35 miliard euro. E nisëm rrugtimin ton me të ardhura për frymë
më pak se 3.000 euro në vit dhe sot jemi mbi 11.000 euro në vit. Synimi ynë është që në vitin 2030 të jemi mbi 15.000 euro në vit. E nisëm rrugtimin ton me 2 milionë ca turist, ku edhe paraardhësi im në Zyrë e numëron të veten si turist sa herë kthehej nga udhëtimet e punës jashtë shtetit, dhe çdo shqiptar që dilte jashtë, kur hynte përsëri për të kthyer në shtëpi, numërohej si turist. Në atë kohë, Shqipëria kishte 300-400 milion euro investime të huaja në vit. Sot, Shqipëria ka 12 milion turist dhe kaloi 1.6 miliard euro investime të huaja në vit. Atëhere, askush prej jush, kur dilnit nga kufit e Shqipërisë, apo kur kërkonit nga Shqipëria një shërbim, nuk mund ta merrni dot, përveç se duke pritur pushimet për të kthyer në shtëpi dhe në vend se të pushonit në të gjitha ditët, ta kalonit një ditë të tërë në radhë për të marrë një shërbim. Sot, ju i merrni pothuajse të gjitha shërbimet, 95% shërbimet të shtetit, në çdo pikë të botës ku jeni, thjesht dhe vetëm fal shtetësisë suaj dhe një kliku në smartphone-in apo kompjuterin tuaj. Atëhere, kur ne u mblodhëm për të parë, Shqipëria njihej botërisht dhe ishte e damkosur nga Bashkimi Evropian si adheu i pa ndëshkueshmërisë, ku ligji vepronte vetëm ndaj të dobësve dhe ku çdo i fortë sfidonte ligjin. Sot, pandëshkueshmëria është një mit i të kaluarës në Shqipëri. Dhe sot, Shqipëria është vendi ku askush nuk është mbi ligjin dhe drejtësia është e pavarur, siç nuk ka qenë qysh në kryet herës nga 1912 deri kur ne, me vullnet plot, i dorëzuam asaj shpatën që i takon vetëm duarve të saj për të bërë drejtësi të barabartë për të gjithë dhe pa kursyer askënd. Atëherë Shqipërisë i mbyllej rregullisht dera e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot, ne i kemi çelur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe kemi bërë këtë në një kohë rekord për vetëm 11 muaj. Sepse njësoj si ju, kur ju mbyllej dera në fytyrë, në ato hapa të parë në rrugët e botës, dhe kur askush nuk kishte